Shumë fytyra të buzëqeshura dhe euforiu pas sot në stacionin hekurudhor Gjevesh. Kjo pasi po realizohet ëndra për lidhje hekurudhore mes Shkupit dhe Sofjes. Zëvendëskryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski dhe homologu i tij bullgar Grozdan Karajov vunë në nënshkrimin e marrëveshjen për ndërtimin e tunelit ndërkufitar hekurudhor mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, i cili është pjesë e hekurudhës së korridorit 8. Navistina je zadovoljstvo da është vërtet kënaqësi të jesh sot këtu në Gjevesh dhe të nënshkruajmë një marrëveshje që besoj se është ëndër e brezave nga të dy anët e kufirit, diçka që kemi lexuar, diçka që nga fëmijëria kemi dëgjuar se dy shtetet, dy kryeqytetet, Sofja dhe Shkupi, duhet të lidhen me lidhje hekurudhore. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje sot ne kthehemi te jeta pas më shumë se një shekulli, më shumë se 138 vjet nga krijimi i asaj që quhet hekurudha e parë ballkanike dhe fillimi i kontaktit, lidhjes mes Shkupit dhe Sofjes. Kjo është një ëndër e gjatë, është një projekt shumë i dëshiruar. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë edhe përfaqësues të Komisionit Evropian, NATO-s, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si ambasadori i SBA-ve në vend Angela Geller, si edhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare financiare. Kjo është një marrëveshje shumë e rëndësishme për të dy vendet, por edhe për gjithë rajonin, për gjithë Bashkimin Evropian dhe shtetet e tij anëtare, por edhe për të gjithë bashkëpunëtorët e përbashkët nga komuniteti ndërkombëtar. Gjatësia e tunelit është rreth 2.4 kilometra, gjysma në anën e Maqedonisë dhe gjysma tjetër në atë të Bullgarisë. Në anën tonë janë 3 segmente. Nikolovski njoftoi se së shpejti do të aftojë në Maqedoni zëvendëskryeministrin Karajov për përfundimin e hekurudhës nga Bellakovca deri në Krivapalank, si dhe fillimin e punëve ndërtimore në hekurudhën nga Krivapalanka deri në Kufi. Sipas njoftimeve, muajin e ardhshëm do të shpallet thirrja për zgjedhjen e kontraktorit për tunelin. Hekurudha drejt Bullgarisë ka filluar të ndërtohet në vitin 1994.